Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, sot emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë me lidhje direkte dhe me mysafir në studio. Një ngjarje tronditëse ka ndodhur sot në qendër të Podujevës, ku pas një konflikti familjar janë plagosur 4 persona, të gjithë janë duke u trajtuar në QKUK. Mirë po ngjarja që ka ndodhur në Podujevë ka tronditur edhe qytetarë të shumë të cilët kanë qenë në qytet kur e kanë parë skena të tmerrshme si nëpër filma. Për këtë arsye në pjesën e parë të emisionit frontal do ta kemi një lidhje direkte me gazetaren tonë, e cila ndodhet në vendin e ngjarjes, Anisa, e cila pra ka biseduar me qytetarët llapjan, me ata të cilët e kanë parë ngjarjen që ka ndodhur, ngjarjen e tmerrshme e të realizuar të ndodhur pra sot gjatë ditës në qendër të Podujevës. Ndërkohë në pjesën e dytë të emisionit frontal do flasim për procesin gjyqësor në Hagë. Tashmë siç dihet, është vendosur që më 16 shtator të vendoset pra të shpallet aktgjykimi për krerët e lartë të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, dhe për këtë arsye në pjesën e dytë të emisionit frontal do të flasim me dy avokat, Amer Aliaj dhe Ardian Bajraktari. Do të kemi edhe shumë informacione tjera, por para se gjithashtu titujt kryesor. Gjuhët e marrë në zjarrin në qendër të Podujevës, plagosën 4 persona dërguar për trajtimin e QKUK, dyshohet për konflikt familjar. Speciale vendos ta shtyjë shpalljen e aktgjykimit për ish-krerët të UÇK-s, në Kosovë kritika për këtë vendim. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama më në fund deklarohet për zhvillimet në LDK, insiston se në parti nuk ka ndarje. Albin Kurti prap nuk përgjigjet për formimin e institucioneve dhe thotë se është përngut për në kryeministri. Pra, emisionin frontal për sot nisim me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur në qytetin e Podujevës. Atje ka pasur të shtëna marrë zjarri, ku si pasojë janë plagosur 4 persona. Lajmin fillimisht e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Plana. Rreth orës 13:30 është pranuar informata për të shtëna marrë zjarri në Podujevë. Policia ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe nga informacionet e para dyshohet se 3 persona janë plagosur dhe të njëjtit janë dërguar për trajtim në QKUK, ka thënë Plana. Në pamje të siguruar nga vendi i ngjarjes dhe momenti kritik shihen veprime dramatike nga ai që dyshohet se është autori, i cili godet me revolë njërin nga të plagosurët që gjendet i shtrirë në shesh. 3 nga 4 të përfshirët raportojnë të jenë familjar mes vete, ndërsa për motivet ende nuk ka një komunikim zyrtar. Ngjarjen për televizionin të shtatë ka rrëfyer edhe një dëshmitar në kushte anonimiteti. I ka lemërohë si që atë veç kër e ka nëzirë. Bam. Një ikë, një plaku tim që i ke qikë talti, sa me i pajsë të rëzejit. Masi që ka plagua, vedin? Ta një kopi nuk e lësheka i plaku pa orë policia. Ta një veç kër një farhetu si shkom plakaj, ja bo një policia lëshë, ta një që të i rot lega të jetë. Ma ne ta një zdi se mu të rava, s'kom po që të kërë. Në gjoni shumë e në. Pa shumë në njerë kise kalaj vëlloj, pa i shumë kështë di qa. Në njerë, sa më e ke gjujke, i shkon rafalë, brrra, veti si. Ta një ajt iko njëni, në 3 metrë. Të shumë ka reziku kalimtar, pa shalom. Ato e kësat shumë njerë, shumë ka pëllis kërë shkep shesit a i kej, vrrr, me të thotë. Për ngjarjen e ndodhur sot në mesditë në qytetin e Podujevës ka folur edhe Bastri Shabani nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Prishtinë. Rreth orës 14, stacioni policor i Podujevës ka marrë informacion se në shesh janë dëgjuar të shtëna mbarë zjarri. Njësitë relevantë ju kanë përgjigjur rastet, kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe si pasojë përdorimit të armëve të zjarrit janë të plagosur 4 persona, 3 të cilët kanë qenë të përfshirë drejt për drejt në incident dhe një kalimtar i rastit përfatkeqësisht.
edhe i cili për fat të mirë ka lindime të lehta trupore. Për motivin nuk mund të them ende sigurt, para arsye se jemi në fazën e parë të grumbullimit të informacioneve dhe posa të kuptojmë motivin, me siguri se do t'ju njoftojmë. Ne informacionet që i kemi dhe mbas injizimeve që kemi nxjerr nga vendi i ngjarjes, tre personat që kanë qenë drejt për drejt të përfshin janë të lënduar me armë zjarre, siç e potencova, dhe të njëjtit po trajtohen për momentin e urgjencën në Qikokën e Prishtinë. Po kanë lidhje familjare. Po, siç e potencuat edhe zyrtari policor ka qenë në rroba civile, është hetues i stacionit policor të Podujevës dhe ka qenë në detyrë zyrtare dhe ka intervenu dhe fatmirësisht ka ndiku që rastit kushtimisht të them të parandalohen ndoshta edhe ndonjë lëndim apo plagosje tjetër. Kurse në këto momente ka reaguar edhe Prokuria Themelore, e cila përmes një komunikate për shtyp ka dhënë informacione të tjera sa i përket kësaj ngjarje të ndodhur në Podujevë. Sipas të dhënave fillestare të hetimit, dyshohet se në këtë ngjarje janë përfshirë persona që kanë lidhje familjare, neb dhe daj, ndërsa motivi i dyshuar i kësaj çështje lidhet me një mosmarrëveshje paraprake. Menjëherë pas pranimit të informatës nga Policia e Kosovës, prokurori kujdestar nga Departamenti për Krime të Rënda ka dalë në vendin e ngjarjes dhe në bashkëpunim me njësitë të përkatëse të Policisë së Kosovës ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme hetimore me qëllim të ndriçimit të plotë të rrethanave të këtij rasti. Me këto veprime të njëjtit dyshohet se kanë kryer veprën penale, vrasje e rënd në tentativë nga neni 173 lidhur me nenin 28 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Personat e lënduar me armë zjarri janë dërguar në Qendrën Klinikë Universitare të Kosovës për trajtim të nevojshëm, thuhet në njoftimin e Prokurisë Speciale. Menjëherë pas ngjarjes që ka ndodhur në Podujevë ku janë plagosur 4 persona, të njëjtit janë nisë drejt në qendrën emergjente këtu në Prishtinë, ku gjendja e tyre sipas mjekut kujdestar është jashtë rrezikut për jetë. Njërin pas tjetrit i sollu në emergjencën e Qikokës. Në mesin e 4 të dënduarve pas gjuajtjes me armë në Podujevë, dyshohet se ishte edhe dorasi. Të gjithë ishin në përcjellje nga Njësia Speciale e Kosovës, të cilat qëndruan vazhdimisht në hyrje. 4 të dënduarit në Podujevë tashmë vetë po trajtohen në qendrën emergjente të Qikokës. Njërin nga ata ishte thjesht kalimtar. Derisa 3 të dënduarit mësohet se kanë lidhje të ngushtë familjare, gjendja e tyre, gjersa prisnin ndonjë lajm, ishte e tensionuar. Për të plagosurit detaje dhënë nga qendra emergjente. Gjendja e tyre është stabile, por mund të thonë që është ende e rëndë. Njëri prej tyre që u dërguar në sallën operative ku ka punuar në ekipet kujdestare të anestezionit dhe neurokirurgjisë, kurse 3 tjerë janë duke ekzaminuar dhe trajtuar në qendrën emergjente. Plagët i kanë nga arma e zjarrit. Dikon para 30 minuta në qendrën emergjente janë sjell 4 pacientë me lëndime të rënda nga armë sklopetare, domethënë armë zjarri. Janë kry disa prej tyre i kanë përfunduar ekzaminimet e nevojshme në qendrën emergjente. Të dënduarit, siç mëson televizioni, u vizituan edhe nga Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia, i cili u pa në ambientet e emergjencës. Për të kuptuar edhe më shumë për këtë ngjarje që ka tronditur qytetarët e Podujevës, pikërisht në vendin ku ka ndodhur kjo ngjarje, është kolegja ime, gazetarja Anisa Mehmeti, me të cilën tash do të lidhemi direkt. Përshëndetje Anisa, dhe na tregon se si është gjendja në Podujevë pas asaj se çfarë ka ndodhur atje. Atëherë përshëndetje juve në studio, siç po shihet tani më gjendja është më e qetësuar. Këtu në sheshin e Podujevës në orët e pasditës është raportuar se ka ndodhur të shtëna me armë zjarri, me qras 4 persona janë plagosur, e të cilët sipas dëshmitarëve thuhet se kanë pasur lidhje familjare, ku prej tyre të përfshirë kanë qenë daja dhe 2 vëllezër e edhe një kalimtar i rastit. Edhe policia gjithashtu e konfirmoi se personat e përfshirë kanë pasur lidhje familjare, e gjithashtu thanë se motivet mund të kenë qenë për arsye të konflikteve familjare që ata mund të kenë pasur mes njëri tjetrit. Personat aktualisht po trajtohen në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ku një prej tyre ka gjendjen më të rëndë, e ai po trajtohet në neurokirurgji, ndërkaq të tjerët e kanë gjendjen stabile.
Këto po ashtu ende po ndodhet edhe forenzikat të cilat po kryejnë dhe po marrin provat e nevojshme për hetimin e rastit deri në fund. Pamjet që po na vinë nga Podujeva shihet ende prezenca e policisë së Kosovës dhe pra ky shiriti që nuk lejon qytetarët që të kalojnë. Na trego pak edhe për komunikimin që ju keni pasur edhe me policinë, mirë po edhe me qytetarët e cilët e kanë parë këtë ngjarje. Sipas qytetarëve, ngjarja ka ndodhur krejt në mënyrë të rastësishme. Kjo për arsye se ata kanë dëgjuar të shtënat me armë zjarri në një moment që nuk e prisnin as pak fare. Gjithashtu, sipas tyre normalisht, është thënë se persona gjithashtu kanë pasur edhe përleshje fizike, ku përveç armëve ata janë goditur edhe me njëri tjetrin. Ndërkaq, policia ka bërë të ditur se këta persona kanë pasur lidhje familjare edhe një kalimtar i rastit të cili nuk ishte i përfshirë as pak në këtë ndodhi që ndodhi sot, ka pësuar edhe ai është duke u trajtuar në QKUK. Anisa, faleminderit shumë për informacionet që na i solle nga qyteti i Podujevës, ndërkohë ne kthehemi në Prishtinë dhe vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera dhe raportojmë për një ngjarje realisht që ka ndodhur në një fshat të Dragashit. Ndërkohë sot gjykata themelore në Prizren i ka caktuar një muaj paraburgim të dyshuarit me inicialet BH për vrasjen e imamit në Dragash, si dhe një muaj paraburgim ndaj babait të tij IH. Derisa për të parën gjykata tha se dyshohet për veprën penale vrasje e rëndë, duke e parashkruar si privim nga jeta personin tjetër në mënyrë mizore apo dinake, për të dytin tha se ai dyshohet për një vepër penale mosdhënie e ndihmës. Gjykata tha se me rastin e caktimit të paraburgimit ndaj të pandehurit ka vlerësuar se ekzistojnë arsye ligjore për caktimin e kësaj mase dhe nga provat e mbledhura deri në këtë fazë. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për procesin gjyqësor në Hagë, i cili duket se do të marrë epilog me 16 shtator, kështu ka vendosur gjykata speciale në Hagë, ndërsa këtu në Kosovë po shihet me shqetësim edhe shtyrja edhe gjithçka tjetër që po ndodh atje dhe ka ndodhur me krerët e lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Më thonë që bashkëftarët tonë qëndrojnë në dhoma të specializuara në këtë rast në qenat e paraburgimit, prandaj për ne është të papranueshme edhe po mendojmë që javën që vjen me mbledhje si kryesi edhe me pakë veprimet e matutjeshme, sepse fokusin kryesor tani e kemi te protestat që do të ndodhin në Kroaci pra të dielën në ora 17. E prandaj e deri javën e ardhshme nuk kemi marrë një vendim, vetëm se kemi bërë reagim që kemi po javën e ardhshme do të njoftohemi për hapa që do të marrim. Ideja është me organizuar një protest, edhe një protest të në Kosovë, pra që ka për qëllim do të këtë padrejtësi që në bo edhe një padrejtësi tjetër, kjo është hyrja e vendimit, po kjo do të bëhet pas protestës në Kroaci. Ka qenë vendim i arsyeshëm për shkak se janë bini që dëshmitarët që janë dëgjuar, janë bini të 9.000 fletë prova materiale që janë dorëzuar në gjykatë dhe gjitha këto do të lexohen. Do të lexohen vetëm dëshmitarëve, do të më lexohen ka 3-4 deklarata që i kanë dhënë në polici, prokurori, pastaj në gjykatë. Ato do të përveç leximit do të më analizuar dhe më krahasu çdo thënie kundërshtonëse që është në deklarata nga e policisë, në deklaratat e policisë, pastaj gjykatë shpesh deklaratat e dëshmitarëve janë kundërshtonëse në vetë në të njëjtën deklaratë. Kështu që ka punë jashtëzakonisht shumë, në anën tjetër janë 29.000 faqe material. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka njoftuar sot se ka biseduar në telefon me ish-presidentin e vendit Hashim Thaçi një ditë pasi trupi gjykues në gjykatën speciale në Hagë vendosi të shtyjë edhe një herë shpalljen e aktgjykimit në çështjen gjyqësore ndaj 4 ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, duke caktuar përfundimisht 16 shtatorin si datën për ta komentuar vendimin. Bedri Hamza tha se ditë më parë kishte folur edhe me ish-kryeparlamentarin Kadri Veseli.
Presidentit ja përsolla përshëndetjet, pritje dhe mbështetjen e qytetarëve të Kosovës, si dhe besimin se me 16 shtator drejtësia do të vihet në vend dhe ata do të kthehen të lirë në shtëpi. Edhe ai më kërkoi t'u përcjell përshëndetjet e tij më të përzemërta, ju të gjithëve. Me qetësinë dhe besimin që e karakterizon, bisedën përfunduam me shpresën se shumë shpejt do të shihemi në Kosovë, ka shkruar Bedri Hamza në Facebook. E për të diskutuar pikërisht për procesin e Hag, po ashtu edhe vendimin për shtyrje, mirë po edhe epilogun që shpesohet që do të marrë me 16 shtator, me mua në studio janë dy avokat, Amer Alia, Amer mirë se erdhe. Nëse nuk ka bëj hera e parë që po vjen në emision tonë. Të hera e parë, këtë disa herë, po në emisionet tjera. Më rëndësi që me konë prezent dikon. Dhe Ardian Bargor, Ardian mirë se erdhe, të ke qenë disa herë këtu. Falenderoj sot që i pjesë emisionin frontal, do të flasim për një proces gjyqësor i cili po shkon drejt fundit. Realisht mendua që do të jetë me 20 korrekt vendimi, por shtytash me 16 shtator. Pyetja që u bën vazhdimisht, si mund të kuptohet ky vendim për shtyrje deri me 16 shtator? Po, si që keni potencuar edhe ju, kjo është shtyrja e dytë e cila bëhet nga trupi gjykues i cili e gjykon këtë rast dhe rregulloria për procedurën e provave e dhomave të specializuara të Kosovës e ka parashikuar mundësinë e shtyrjes, ku fillimisht thot që brenda 3 muajve duhet të shpahet aktgjykimi, në raste mund të kërkohet edhe shtyrja edhe 2 muaj, po në rastet veçanta të komplikume nuk e ka kufizuar, po ka thënë që mundet të shtyhet. Sigurisht që kjo shtyrja ndikon edhe tek perceptimi i publikut lidhur me parimin apo gjykimin brenda kohës së arsyeshme, sigurisht që mund të ketë edhe frustrim edhe kritika nga një pjesë e caktuar e opinionit. Tani arsyetimin e vendimit të trupi gjykues e kemi parë është publik në faqen e dhomave të specializuara, ku të njëjtit kanë thënë që kanë shumë prova materiale, kanë mira faqe procesverbale, kanë mbi 5467 prova materiale, duhet të analizohen deklaratat e rreth 270 dëshmitar, të cilët janë dëgjuar dhe administruar deklaratat e dëshmitarve dhe po ashtu duhet të analizohen veprimet provat konkrete për secilin të pandehur dhe sigurisht që kjo sipas gjykatës nuk do me thënë që është gjykata ka marrë ndonjë vendim fajsues apo shfajsues, por sigurisht që trupi gjykues i është nevojitur ende kohë që ti analizon të gjitha këto provat të cilat janë administruar në këtë rast, i cili është një prej rasteve më voluminoz i cili është trajtuar nga kjo gjykatë. Që ke po shtyrën fillimisht? Fillimisht do të pasur parasysh faktin që qasja gjykatës speciale në raport me disa parime dhe institute jashtëzakonisht të rëndësishme, nuk është që ka qenë shprehëdhënëse në raport edhe me shtyrjen. Pavarësisht faktit që rregulloria e procedurës dhe provave, rregulla 159 e lejon një mundësi të tillë, por megjithatë shqetësues për bindjen time është fakti se pse 4 UÇK-s ndodhen në masën e paraburgimit, masa më ashpër për sigurimin e prezencës pandehurit në procedurë, dhe në rast se jo më herët, së pakun nga fillimi prillit të vitit që shkoi, kohën kur kanë përfunduar së dëgjuari lista e dëshmitarëve të prokurorisë, vlerësoj që nuk ekziston shkaqe ligjore për caktimin përkatësisht vazhdimin e masës së paraburgimit, as me ligj e as me praktikën e gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit, e cila është praktike zbatueshme në sistemin tonë të drejtësisë, kuadër të cilave bën pjesë edhe gjykata speciale. Po ashtu, fakti që ka një numër të madh të provave është po ashtu që e ka determinu nevojën dhe domosdoshmërinë sipas vlerësimit të trupit gjykues për shtyrjen e këtij vendimi, mirë po le të mos harrojmë faktin që një numër i konsiderueshëm i këtyre provave në bindjen time do duhet të shpalleshin të papranueshme për faktin se janë siguruar nga një shtet i cili a priori dihet qasje që ka pas qoftë në të kaluar në raport me Kosovën, me UÇK-n e të ngjashme, prandaj
edhe në referencë të rregullores së procedurës rregulla 138 paragrafi 2 që a priori përcakton që provat e tilla si rregull duhen me shpallë të pa pranueshme. Megjithatë, kjo rregullore e ka lejuar dhe e lejon mundësinë dhe po shpresojmë që kjo do të jetë afati i fundit dhe se trupi gjykues i ka bërë analizat e mjaftueshme para se të vendosë përkatësisht të bëj publik këtë verdiktin e fundit për sa i përket çështjes afatit brenda se cilës duhet me u vendos. Le të shpresojmë që vendimi të jetë ekskluzivisht mbi bazën e ligjit dhe mbi bazën e provave, e në rast se është i tillë, mbi bazën e asaj që kemi pa, atëherë natyrisht që në bindjen time prokuroria nuk ka arritur me argumentu tezat e akt akuzës për ekzistimin e strukturës dhe hierarkisë komanduese, për ekzistimin e përkatësisht mundësinë e ushtrimit efektiv të kontrollit nga ana e 4-shës së UÇK-s dhe rrjedhimisht do të duhej me u shpallë të pafajshëm sepse është i vetmi epilog real i përfundimit të këtij procesi të sërgjatur dhe me shkelje të shumta të cilat natyrisht që i kemi diskutuar në jo pak hera edhe ne mirë, po që së fundmi i konfirmoj edhe një raport jashtëzakonisht kredibil i dhomës së ekspertëve britanik dhe të Walesit. Që nuk dihet sa mund të merren parasysh këto pra kjo analizë që e ka bërë ky raport që e kanë bërë për shkak se ata nuk pranuan madje as për marrë pjesë në atë konferencën ku prezantu ky raport. Natyrisht kjo shpërfaq qasjen mos përfillëse të gjykatës në përgjithësi, për faktin se, si që thash, kjo gjykatë nuk ka arrit me dëshmu mjaftueshëm të qenurin objektiv në raport me palët në procedurë, filluar nga fakti që pjesa dërmuese ose gjitha ankesat e palës mbrojtëse si që është thënë edhe nga mbrojtja e zotit Thaçi janë refuzuar, që kanë nënkupton që ka dështu në drejtim të trajtimit efektiv të ankesës si mjet juridik. Për më tepër, gjitha ankesat dhe veprimet përkatësisht propozimet thuaj se janë aprovuar a priori nga ana e prokurorisë, çka e vën tejmose në dyshim objektivitetin e trajtimit të rastit, shto fakt këtu që kemi një proces të sërgjatur me mungesë të theksuar të transparencës, e gjitha këto natyrisht që me të drejtë ngritin aludime dhe edhe shqetësime në raport me opinionin për sa i përket qasjes që ka pas gjykata, kur kjetë parasysh faktit që 4-shja UÇK-s nuk ka ballafaqohen me këto akuza në kapacitete personale, mirë po si i shkret të ushtrisë ligjimtare të Kosovës, një ushtri e cila natyrisht që ka qenë aleate e NATO-s dhe ka rezultu me qlirimin e vendit dhe mbi të gjitha natyrisht që është kupolla e UÇK-s, është politika e UÇK-s, është ajo që në bindjen time e ka bërë diferencën me shumë kryengritje, me shumë përpjekje shekullore të popullit për liri, prandaj natyrisht që epilogu është tepër i rëndësishëm edhe për të kaluarën, edhe për tashmen, por edhe për të ardhmen e vendit. Ke diçka, nuk e di nëse patët rast me po në një përgjigje të gjykatës speciale kur përmendet sepse këta akuzohen si për veprime të përbashkëta ndërmore për bashkët kriminale, që në po kam zorat me thonë kështu si. Kështu mirë, po tash në përgjigje të trupit gjykues në çfarë që kanë bërë, thotë përgjegjësia duhet të shqyrtohet individualisht dhe me kujdes. Po, është rastësishme kjo fjali, në procedurat penale përgjegjësia është individuale. Format me të cilat ngarkohen të pandehurit janë dy format e përgjegjësisë, janë përgjegjësia komanduese dhe përgjegjësia e ndërmarrjes së përbashkët kriminale. Që kjo terminologji e ndërmarrjes së përbashkët kriminale shpesh është keq kuptuar, qofte edhe nga opinioni, qofte edhe nga laikët të cilët nuk merren me këtë fushë, dhe sigurisht që prokuroria kur i ngarkon të pandehurit me ndërmarrje të përbashkët kriminale, nuk thotë që UÇK-ja është organizat kriminale. Pra organizata kriminale është diçka tjetër dhe ndërmarrja e përbashkët është diçka tjetër. Organizata kriminale është një organizat e cila është shpallur të themi me ndonjë rezolut dhe antarësimi në atë organizat është i ndaluar me ligj, është i sankcionueshëm. Ndërmarrja e përbashkët kriminale është një formë e përgjegjësisë. Me fjalë më të thjeshta mund të themi në kodin e procedurës penale është si bashkëkryerje. Por terminologjinë të cilën janë duke përdorur dhe kanë përdorur tribunalet ndërkombëtare, ku edhe
fillimisht kjo formë e përgjegjësisë të themi ka lindur në tribunalin e Hagës në rastin e parë kundër Tadićit, nëse nuk gaboj në 97-ën, dhe nga ajo kohë kjo praktik është duke u përdorur kryesisht nga tribunalet, po tani kemi parë që ka filluar të përdoret edhe nga dhomat e specializuara, dhe aty këtu përdoret në disa raste edhe nga gjykatat vendore. Sigurisht që në kodin e procedurës penale një terminologji të tillë nuk mund ta shohim, por ekzistojnë ato elemente si që janë bashkëkryerja, ndihma, plani dhe të tjera të cilët e kompletojnë këtë formë të përgjegjësisë. Edhe në anën tjetër, sigurisht për format e përgjegjësisë komanduese, ne tani flasim për forma, nuk flasim për përgjegjësitë të pandehurve, për ta kuptuar opinioni se çka është përgjegjësia komanduese, sigurisht që përgjegjësia komanduese është kur e prori, në këtë rast të akuzuarit, të cilët ngarkohen me format e përgjegjësisë, është të cilat sipas prokurorisë nuk i kanë ndërmarrë hapat parandalues ndaj vartësve apo ndaj ushtarëve, apo hapat sankcionues, apo veprime sankcionuese në rast se dikush prej tyre ka bërë ndonjë shkelje gjatë luftës apo shkelje të konventave të Gjenevës. Dhe ai veprim sankcionues mund të jetë edhe raportim tek institucionet kompetente, tek gjykata ushtarake që supozohet që ka ekzistuar gjatë luftës, tek institucionet e rregullta të drejtësisë, pra komandantët e prorët e kanë si përgjegjësi kur e kanë atë pozitë mi parandalu dhe mi raportu rastet në institucionet përkatëse. Që si kanë posë, realisht, qëto institucionet përkatëse? Po ne kemi dëgjuar nga deklaratat e dëshmitarëve që ka ekzistuar një prokuror, ka ekzistuar një avokat dhe një gjyqtar në kuadër të shtabit, nëse nuk gaboj, kanë dëshmuar kanë dëshmuar edhe publikisht edhe dëshmitarët të cilat kanë pranuar që e kanë patur atë rolin, por unë tani nuk dua të ndërhyj edhe tek strategjia, qoftë edhe e mbrojtjes, qoftë edhe e palëve në procedurë, por sigurisht unë e flas se cilat janë ato format e përgjegjësisë me të cilat ngarkohen me qëllim që ta kupton më thjesht edhe opinioni. Dhe opinioni është shumë kundërshtar me ditë dhe pyetjes që nga dje kur u ditë dhe data është çka ka ndodhur në 16 shtator. Me datën 16 shtator filluar nga ora 10 do të bëhet publik vendimi në shkallë të parë për sa i përket procesit dhe do të bëhet i ditur në rast se katërsh e UÇK-s do të shpallen të pafajshëm ose do të ketë ndonjë vendim tjetër. Mbi bazën e asaj që kemi pa, mbi bazën e asaj që është administru, prokuroria mbi bazën e ligjit dhe provave nuk ka arrit me argumentu tezat e saj për ekzistimin e strukturës dhe hierarkisë brenda ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mundësisë së ushtrimit efektiv të kontrollit, mundësisë së aktiviteteve parandaluese dhe gjitha këto që e përbëjnë elementet e konstatimit të përgjegjësisë komanduese. Se a ka pasur veprimet cilat kanë qenë shpërputhje me ligjin, ato natyrisht që janë evidentu edhe në proceset paraprakë që ka pas të tilla. Por që a ka pas mundësi, me qenë të njoftuar, a ka pas mundësi me ushtru kontroll, gjitha këto, besoj që nuk ka arrit me u argumentu dhe kundër argumentimit të suksesshëm të kësaj, i kanë kontribu në mënyrë jashtëzakonisht argumentuese dëshmitarët ndonë se të pakët në numër, mirë po jashtëzakonisht të besueshëm dhe protagonistë të ngjarjeve dëshmitarët e mbrojtjes të cilët në mënyrë jashtëzakonisht argumentuese kanë arrit ta demantojnë fuqishëm pretendimin e prokurorisë. Prandaj, në rast se ka drejtësi, në rast se ka vendim të bazuar ekskluzivisht mbi bazën e ligjit dhe provave, fundi, përkatësisht epilogu i këtij procesi me datën 16 shtator, duhet me qenë pafajësia 4-shës së UÇK-s. Ndërkohë, gjatë gjithë procesit ka pas vërejtje, madje edhe ky raport i fundit i avokatëve britanik ka konstatuar këtë vërejtje të cilat dhe në mënyra se si janë sillur edhe gjykatësit në këtë proces, ata gjykatësit tash me 16 shtator do ta marrin vendimin. Këta gjykatës të cilët i kanë trajtuar keq, ka pas vërejtje për ta nga ekspertë ndërkombëtar për ta. Çfarë vendimi mund të marrin me 16 shtator? Po ne kemi parë që avokati i popullit i Republikës së Kosovës, të themi, ka porositur apo ka kërkuar që
të bëhet një rishikim i parimeve procedurale dhe i pyetjeve të caktuara të cilat ka kërkuar që të shqyrtohen nga ky paneli avokatëve ndërkombëtar dhe ata kanë dalë para një muaj me një raport të themi jo preliminar, pra jo përfundimtar dhe i kanë shqyrtuar pyetje të caktuara. Pra ky raport nuk është gjithëpërfshirës. Ky raport nuk është të lëshuar në të drejtat shumë të viktimave, nuk është të lëshuar në të drejtat të dëshmitarëve, por kryesisht është i ka trajtuar temat si kohëgjatja e paraburgimit, sigurisht që ka pas edhe vrejtjet e veta apo përpilus të autorët e këtij raporti në rast se paraburgimi prej 5-6 vite ka qenë i nevojshëm dhe në rast se janë shkelur të drejtat e të akuzuarve gjatë kësaj procedure. A ka patur gjykim të drejt ose jo, sigurisht që të njëjtit nuk janë deklaruar decidivisht që ka patur ose s'ka patur gjykim të drejt, por sigurisht që ka thënë do të presim edhe kur të bëhet verdikti dhe do të analizojmë gjykimin dhe arsyetimin e gjykatës. A ka qenë barazia e armave në procedurë? Raporti ka thënë që edhe mbrojtja si është dhënë koha e mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen, sigurisht që barazia e armave është varet se si kush e shikon. Ne e kemi patur që prokuroria ka patur një kohë të më të madhe të përgatitjes hetimit, por po ashtu edhe faza e procedurës paraprake ka qenë të themi e gjatë derisa lënda është transferuar nga prokurori gradualisht tek mbrojtja dhe sigurisht që për 2 vite e gjysmë derisa është bërë transferimi i lëndës dhe përgatitja për gjykim, të njëjtit janë mbajtur në paraburgim. Ne në procedurat në Kosovë nuk e kemi një procedurë të tillë kur dikush duhet me qëndru më shumë se 2 vite derisa lënda të caktohet në shqyrtim kryesor. Kemi një seancë fillestare, kundërshtimi akt akuzës dhe fillon pas disa muajve me njëherë shqyrtimi kryesor. Pra janë disa praktika apo rregullat procedurale të cilat kanë dalluar nga procedurat e jona apo nga procedurat të shteteve tjera evropiane dhe të cilat mund të ndikojnë tek personat të cilat janë në këtë proces dhe të cilat mbahen në paraburgimin. Masandej, ky raport e ka potencuar edhe mënyrën e pranimit të provave. Sigurisht që ata i kanë patur ato pikpyetjet e veta, edhe kolegu avokat e ka shprehur qëndrimin e tij në lidhur me provat të cilat janë pranuar dhe të cilat burojnë nga Serbia, por gjykata nuk do me thonë që ato provat janë kredibile. Pra, provat e pranueshme është diçka tjetër dhe provat kredibile është diçka tjetër. Pranimi i provave është dhe provat janë të pranueshme nëse janë marrë në mënyrë procedurale, ligjore dhe të rregull, pa marrë parasysh nga cili do shtet. Pra, në këtë akt akuz ka dhe... Këtë edhe me, se në dhoni filter, edhe prej ku merren këto prova, për shembull, për Serbisë, tash mund të marrë me mend çfarë provash mund të afrojnë ata. Po ne e dim qëllimin e Serbisë, por sigurisht që prokuroria i ka ato kompetencat që të i gjurmon provat pa marrë parasysh prej ardhes së tyre, pa marrë parasysh prej cilit ato i ka pranuar edhe gjykata një pjesë se ato janë propozuar nga prokuroria, i ka pranuar gjykata, por pranimi i provave nuk do me thënë kredibiliteti dhe besueshmëria e tyre. Nëse një provë qoftë me informatat pasakta, qoftë me dëshmi të rreshme, qoftë deklaratat jo cakta, është të marrë në mënyrë të drejtë dhe ligjore, është provë e pranueshme. Por ajo provë sigurisht që do të kontestohet nga mbrojtja, nga avokatët, dhe në fund do të vlerësohet kredibiliteti nga ana e trupit gjykues, dhe relevanca e tyre. Masandej, për pika tjera të cilat sigurisht i ka trajtuar ky raport, sigurisht është një raport me rëndësi, por sigurisht që ka qenë një raport i kufizuar dhe jo gjithë përfshirës mbi punën e dhomave të specializuar. Po, megjithatë ka qenë kritik ato pika që i ka trajtuar, ka qenë kritik për punën që po bëhet atje, kanë qenë kritik edhe vetë të akuzumit, të cilët janë ankuar, sigurisht nuk kanë marrë parasysh vërejtjet e tyre, ka qenë kritik edhe avokatit popullit që ka shku dhe i ka vizituar ata. Dhe tash gjithë kjo kritik në raport edhe me trupin gjykues. Tash na po shpresojmë që ata po shpallin pafajshëm nga ky trup gjykues. Po tani mo ne nga jashtë kemi patur një qashe shumë të kufizuar tek provat. Kemi patur
nuk kemi pasur qasje në rreth 40% apo deri 50% të deklaratave të dëshmitarëve të propozuar nga prokuroria. Dhe ne nuk mund të japim qëndrime, nuk do të jemi profesionisht nëse do të kthejmë me qëndrime pa pasur qasje në ato deklarata, në prova. Dhe sigurisht që në ato qëndrime kanë qasje vetëm trupi gjykues dhe palët në procedurë. Dhe sigurisht që ne duhet të besojmë që gjykata do të merr një vendim meritor të bazuar në provat kredibile, por sigurisht që edhe forma e përgjegjësisë me të cilët ngarkohen është shumë e vështirë për juristët, për arsye se UÇK-ja ka qenë ushtri de facto, ka qenë struktura de facto, në krahasim me forcat jugoslave apo serbe, të cilat hierarkin e kanë pas të para reguluar, të themi me reguloret, qoftë ushtarake dhe ministri ka pas kompetencat e veta, presidenti kompetencat e veta, kurse UÇK-ja, e cila ka qenë një ushtri të themi de facto, struktura e tyre mund të dëshmohet qoftë përmes deklaratave të dëshmitarëve të cilat kanë qenë pjesë e ushtrisë trimtare, qoftë përmes disa provave materiale të cilat janë lëshuar në emër të shtabit të themi, apo të cilat janë sekuestruar, apo janë lëshuar nga individ të caktuar dhe të cilat janë thirrur me pozita të caktuar. E përmendë rolin dhe këto dëshmi që kanë pasur dëshmitarët e mbrojtjes. I kena analizuar, i kena komentuar pas herë në këtë studio televizive, tash nëse i sheh ato atëherë është pyetje pse ata vazhdojnë me najt atje, po ndoshta na pak po ngutëm edhe ndoshta nga dëshira që ne kemi për të liruar ata, po dhajmë analiza dhe parashikime që ndoshta nuk janë reale. Jo, analizat tona për herë bëhen mbi bazën e asaj që kemi parë. Së paku unë kam folë mbi bazën e asaj që është pa në publik, mbi bazën e asaj që madje ka pasur edhe disa deklarata dhe dëshmit cilat në një fazë të saktuar të procedurës kanë qenë konfidenciale, pastaj janë publikuar, kujtohet dëshmitari me sa mbaj mend me numër 34 ka qenë, që fillimisht ka qenë i mbyllur, pastaj kur është publiku dëshmia e tij, një pyetje që i parashtron mbrojtja e zotit Selimi, ai e pranon me zë dhe figurë që ka egzageruar, që i bën që ka gëny me qëllim të përfitimit nga fondet për mbështetje e të ngjashme, çka le me kuptu që edhe brenda atyre deklaratave eventualisht mund të ketë të ngjashme. Ndërsa nëse i referohemi atyre deklaratave, dëshmive që i kemi pa, po ashtu ka qenë për shembull një dëshmitare e komunitetit serb e rajonit të Rahovecit, dëshmitare me numër 94, e cila me zë dhe figure ka pranuar në gjykatë që atë që po i lexohej nga ana e prokurorisë nuk ka qenë deklarata që ka dhënë ajo. Gjitha këto janë indicje të mjaftueshme për me ardhur deri te një konstatim që ato ka pas prova të cilat janë kompromituese. Për më tepër, vlen theksohet që prokuroria e gjithë secila prokurori, edhe prokuroria e specializuar, përveç të drejtës për me marrë provat natyrës fajsuese, ajo është e obliguar që me marrë në parasysh edhe provat shfaqësuese, sepse ky është dallimi mes procesit hetimor dhe përndjekjes. Fakti që një pjesë e tyre nuk janë marrë në konsideratë ose ka bërë përpjekje maksimale që të ulet vlera provuese e provave, për shembull ose deklaratave të dëshmitarëve të mbrojtjes, sipas të cilave pretendohet që kinse zoti thashë në moshë 20 e ca vjeçare pas ka arrit me i mashtruar, me i gëny, domethënë personalitete jashtëzakonisht rëndësishme të kohës, e shpërfaq qasjen e kësaj prokurorie. Dhe për më tepër e shpërfaq faktin që e njëjta ka vepruar në shpërputhje me dispozitat ligjore, sepse siç e tham, ajo ka për obligim që me i marr parasysh edhe deklaratat shfaqësuese, edhe deklaratat që shkojnë në funksion të mbrojtjes. Prandaj, për me qenë korrekt dhe objektiv pra që është e mundur me qenë objektiv në rrethonat e rastit konkret, mbi bazën e asaj që kemi pa, e kemi thënë, vazhdojmë me përsërit që nuk është arrit me u argumentu ekzistimi i këtyre elementeve që rrjedhimisht me u konstatu përgjithësia, se çka ka prapa tyre, se si do të jetë qasja e trupit gjykues, me të drejtë se shqetësimi juaj dhe i opinionit është sepse
kemi pa në jo pak raste, në ato pak seancat publike që kanë qenë, fillimisht me rastin e paraqitjes së prokurorisë, ku edhe qasja trupit gjykues lente shumë dyshu. Kemi pas gjyqtar, antarë të trupit gjykues, që bënte pyetje natyres orientuese për dëshmitarët, që natyrisht nuk është pune e tij, domethënë për më tepër edhe raporti i ekspertëve britanik e ka konstatuar që ka pas involvim përtej rrethonave normale dhe rëndom që ka angazhimit e trupeve gjykuese, ku kanë qenë të përfshirë dhe shumë aktiv në procesin e parashtrimit të pyetjeve, ngritjes së dilemave, edhe mbi të gjitha dhe shqetësuese ka qenë edhe pra pyetjet natyres orientuese për dëshmitarët që me të drejtë lind shqetësimi në trajtimin objektiv të kësaj çështje. Ndërkohë e patëm edhe para 2 ditë patëm edhe në postim të avokatit të Hashim Thaçit ku i përmend që të gjitha ankesat që janë bërë nga mbrojtja janë refuzuar dhe të gjitha të tjerat janë pranuar. Gjitha të tjerat nga ana e prokurorisë e ki fjalën, po e kompani tweet që e ka vënë rrasë nuk ka bënë Twitter. Ka që disa statistika që 3 ankesat e prokurorisë janë pranuar dhe nga shkalla e 2 themi dhe të gjitha ankesat e mbrojtjes janë refuzuar. Sigurisht që këto statistika nuk është mirë të interpretohen në këtë mënyrë, por ne varësisht prej ankesat për cilat temat i ka bënë nuk mund të dim, por sigurisht që këtu përfshihen edhe ato ankesa kundër vendimeve të paraburgimit, apo qoftë ankesa tjera kundër vendimeve procedurale, qoftë për prova apo çështje të tjera. Por sigurisht që kjo është puna e mbrojtjes, është këndvështrimi i mbrojtjes dhe mbrojtja e ka atë rol, pra që ti atakon qëndrimet të cilat nuk i shkojnë në favor mbrojtjes. Sigurisht që këto janë disa statistika të cilat i kanë nxjerrë avokati Luka Mishetic dhe ne besojmë që në fund të merret një vendim i cili është i bazuar në prova dhe i cili nuk do të jetë të themi kontestues nga palët në gjykatën e shkallës së dytë. Por sigurisht që ky rast është shumë voluminos, ka shumë akuza, ka shumë pika, ka shumë qendra ndalimi të cilat trajtohen nga ky proces. Sigurisht që gjykatës i nevojitet koha, por nuk është mirë që gjithnjë të shtyhet procesi, duke pas parasysh që edhe procedura penale ka disa afatet. Dhe sigurisht që ato afatet kanë qenë ndoshta të pakta edhe për mbrojtjen edhe për prokurorin, po afateve duhet i përmbahemi. Sigurisht që në anën tjetër janë duke qëndruar në paraburgim dhe por tek e fundit është mirë që të mos bëhen gabime, se nëse bëhen gabime gjatë marrjes së vendimit, atëherë ky proces do të prolongohet prapë, do të prishet nga shkalla e 2, do të kthehet në rivendosje, në rigjykim dhe mund të zhagitet më shumë. Me qëllim është që të merret një vendim pa gabime. Ky vendimi, çush është përbërja ose numri i gjykatësve që marrin këtë vendim? Po në këtë procedurë ne kemi parë 4 gjyqtarë, janë 3 gjyqtarë të trupit gjykues dhe gjyqtari 4 që është gjyqtari rezerv. Zakonisht gjyqtari 4 caktohet si gjyqtar i cili është si gjyqtar kujdestar, pra në rast se dikush sëmuret apo dikush e ndron jetën, ku ta diu që mos të kthehet procedura në pikën 0, është i njëjti i cili do të zëvendëson. Po ne kemi parë që ky gjyqtari 4 ka qenë mjaft aktive dhe ka bërë pyetje, pra sigurisht që orientuese ndoshta. Sigurisht që më shumë po dhaj këtu. Pra parimisht në procedurat penale, në çështjet penale ku dënueshmëria është e lartë, është përbërja është me trupi gjykues, dhe sigurisht janë këta gjykatësit amerikan, anglisht. Kryesuesi është amerikan, një zvicran edhe tjerë se di. Tani nuk në fillim i kom hi, sigurisht i kom analizuar për çfarë s'u kujtohen. Jo se trupi gjykues është amerikan. Po. Kryetari i trupit gjykues. Po. Sepse na shpresën është edhe të Amerika pak apo kupton për shkak se prokuroria amerikan, mbrojtja amerikan, trupi gjykues amerikan. Dëshmitarët e mbrojtjes amerikan, na pro amerikan. A mund të ketë, si më thonë, një ndikim, po një farë shpresë edhe në këtë? Po shiko,
kjo gjykat e kemi thënë që në kryet herës që nuk është edhe procesi, nuk është veç brenda salës gjyqit, është edhe përtej. Madje në jo pak raste, besoj që më tepër është përtej se sa vetë, mirë po ne jemi më tepër të thirrur me interpretu, me diskutu atë që është brenda salës gjyqit. Dhe ajo që është diskutu dhe është pa brenda salës gjyqit, është kjo që e diskutu. Se çka ka përtej, mbetet me u pa, mirë po, një gjë jam i sigurt. Çdo vendim tjetër përveç pafajësisë do të jetë me pasoja dhe përrjedhoj, besoj që edhe administrata amerikane është e vetëdijshme për këtë situatë dhe nuk do të duhej me leju që të del përdej kësaj, sepse e kanë thënë edhe dëshmitarët e mbrojtjes të cilët kanë ardhur me autorizim paraprak të administratës amerikane për me dëshmu që ajo ka qenë e vërteta dhe gjithçka tjetër përveç asaj që është thënë prej tyre, e që nuk është thënë prej personave të parëndësishëm, është thënë prej personave të cilët në rrethonat e kohës kanë qenë protagonistë të ngjarjes. Madje më kujtohet në një pyetje që është parashtru diplomatit mhupi Robinit, tha nuk do edhe sikur u që këja të kryjnë të krime, tha na ka qenë pa mundur mos me ditë, sepse kemi pas shumë mekanizma, e ka pas fokusin në të kohë në Kosovë, prandaj natyrisht që ka qenë një proces që shpesh edhe tash diskutohet, mirë po unë jam i bindur që kjo gjykat, kjo puna e kësaj gjykate, me atë që ishtë kërku Kosovës aso kohë, dallën esencialisht, prandaj besoj dhe shpresoj që fundi du të me rezultu me pafajsi. Vetëm edhe një aspekt saj përket çështjes së provave. Janë dy momentume. E para që shpallen ose jo të papranueshme provat, edhe atë kur e kemi diskutu çështjen e pranueshmërisë së provave nga ana e atyre që janë mbledhur prej Serbisë, ne kemi kërkuar që të merret në konsiderat ky kontekst i raporteve dhe ato a priori të shpallen të papranueshme. Fakti që nuk janë shpallë të papranueshme nuk do thot me automatizëm që trupi gjykuesja fal besimin atyre. Pra, megjithatë, ato do duheshin me u shpallë të papranueshme, sepse falja eventuale besimit të provave të siguruara në mënyrë të kontestueshme në bindjen time për saj përket çastet që ka pas Serbia edhe në raport me UÇK-n me luftën e me Kosovën në vazhdimsi, i bën ato a priori të kontestueshme në kuptim të relevancës përkatësisht kredibilitetit të tyre, mirë po ato duhet me ushqyrtu një për një edhe në raport, edhe me provat, edhe me deklaratat e tjera, në mënyrë që pastaj natyrisht më ardh deri tek verdikti. Dhe kur merret verdikti, pra merret në grup, pra qysh edhe akuzohen apo individualisht? Po sigurisht që trupi gjykues i vlerëson të gjitha akuzave të cilat ngarkohen të akuzuarit, pra secili akuzohet me akuza të veçanta apo disa në bashkëkryerje, dhe sigurisht që vendimi është individual. Për secilin ka mu marrë një vendim, qoftë lirues, qoftë dënues, qoftë pjesërisht lirues apo pjesërisht dënues, varet prej pikave apo akuzave për të cilat ka patur gjykata prova të mjaftueshme për ta vërtetuar apo mohuar një akuzë e tillë. Dhe sigurisht që gjatë vlerësimit të këtyre provave, gjykata i bën këto ndërlidhje nëse ka prova të mjaftueshme për një pikë të caktuar apo nuk ka. Dhe sigurisht që në fund gjykata kur i vlerëson dhe i peshon të gjitha provat dhe e vlerëson kredibilitetin e të gjitha këtyre provave, në fund duhet ta merr një vendim meritor të bazuar në provat kredibile, qoftë vendim lirues, dënues apo pjesërisht të themi lirues apo dënues. Sa nuk është kjo, se është thënë dhe është folur vazhdimisht, për shembull thoshin që këta ose dënohen të gjithë ose lirohen të gjithë. Pra mundet që eventualisht dikush mu liru, dikush mu dënu,
Po këtyre ne kemi dëgjuar deklarata të ndryshme, po të gjitha këto deklarata të cilat ne i dëgjojmë qoftë nga analistët, qoftë nga opinionistët që shemi edhe ne mund vetëm të hamendësojmë dhe mund të bëjmë prognoza lidhur me procesin gjyqësor. Situatat janë të ndryshme, janë ose lirues, ose dënues, ose i ndryshëm, pjesërisht i liruar, apo janë mënyra të ndryshme në të cilat mund të vendosë gjykata. Për këtë arsye, ne nuk jemi gjyqtar, por këtë punë është duke kryer trupi gjykues dhe janë të vetmi të cilat kanë qasje të plot në të gjitha informatat dhe provat. Dhe shpresoj që janë caktuar apo janë përzgjedhur gjyqtarë të cilët kanë përvojë në këto fusha. Është ai gjyqtari geometrik që ai i njëjti ka qenë edhe avokat më herët, por edhe ka bërë publikime në përgjithësinë komanduese dhe sigurisht që edhe nga publikimet e tij, edhe nga puna e tij mund të mësojmë shumë për arsye se duhet të vendosin gjyqtarë të cilët kanë njohuri të thella në të drejtën ndërkombëtare, në proceset të cilat janë duke u trajtuar format e përgjegjësisë të cilat janë shumë specifike dhe të cilat janë shumë të pakuptueshme të themi për komunitetin e juristëve të cilat nuk ballafaqohen me këto procese në punën e tyre të përditshme. Pra, dëshira jonë po besoj të gjithë është që ata më liru, po eventualisht mundet me pas edhe kombinime që dikush eventualisht më liru, dikush me... Absolutisht prej parimeve bazë të procedurës edhe të dënimit, por edhe të çfarë do vendimi, është parimi i individualizimit të çështjes. Dhe në këtë drejtim, varësisht prej provave, varësisht prej asaj se sa ka arrit prokuroria me qenë argumentuese ose jo, se pala tjetër, pavarësisht që prokuroria e ka barën e të provuarit, megjithatë në kundër argumentim të tezave të saj, nuk ka qenë indiferente as mbrojtja, prandaj natyrisht në varësi prej gjithë materialit, gjitha provave, vjen verdikti dhe vlen theksohet që në rast se do të ketë vendim pafajësie, sipas rregullës me sa mbaj mend 161 të rregullorës së procedurës dhe të provave, trupi gjykues mund të urdhërojë menjëherë lirimin e gjithë atyre që shpallën të pafajshëm. Prandaj po shpresojmë dhe po urojmë që ky të jetë verdikti me datën 16 shtator. Pra me 16 ata mund të jenë të lirë në kuptimin nëse merret vendim, s'ka procedura tjera dolën. Nëse merret vendim lirues pafajësie, atëherë mund të urdhërohet sipas rregullorës së procedurës dhe të provave, natyrisht pasi që të shkruhet vendimi, pasi që t'ju jepet palëve, pastaj palët e pakënaqura në procedurë kanë mundësitë e parashtrimit të ankesave, gjitha këto që rrjedhin, mirë po referuar dispozitave të rregullorës së procedurës dhe të provave, në rast se vendimi është pa pafajësia përkatësisht lirues, atëherë natyrisht që trupi gjykues mund të urdhërojë menjëherë lirimin e tyre. Unë ju falenderoj ju të dyve që ishit sot në emisionin frontal. Faleminderit dhe juve. Ndërkohë ne shikues të nderuar, vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera. Besnik Osmani ka dhënë dorëheqje nga degë e Lidhjes Demokratike të Kosovës në fushë Kosovë. Këtë vendim e ka konfirmuar Asambleja e LDK-s në kuvendin komunal të kësaj komune, pra Alet Topalli. Ky i fundit ka konfirmuar dorëheqjen e Osmanit duke bërë të ditur se arsyeja lidhet me rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit dhe nevojën për reforma të brendshme në parti. Është vërtet që ka dhënë dorëheqje zoti Osmani. Arsyet janë rezultatet jo të mira zgjedhore në LDK dhe nevoja për zgjedhje të përgjithshme në këtë parti, ka deklaruar ai. Osmani, i cili ishte kandidati i LDK-s për kryetar të komunës së fushë Kosovës në zgjedhjet lokale të mbajtura në fund të vitit të kaluar, nuk arriti që të mbajë komunën që ishte udhëhequr për vite të tëra nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe zhvillimet atje ka folur sot kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama, i cili më në fund ka folur për këtë çështje dhe ai insiston se në partinë, pra në Lidhjen Demokratike të Kosovës, nuk ka ndarje siç pretendohet. Në të njëjtën ngjarje kishin marrë pjesë por në tavolina të ndara. Kështu u pa dhe u komentua LDK-ja në pritjen e ambasadës amerikane në Kosovë me rastin e përvjetorit të 250 të pavarësisë së SHBA-s.
E në një ngjarje tjetër, po për këtë datë e në ndërim të miqësisë shqiptare-amerikane, kryetari përparim Rama e mohoi se ka ndarje e përçarje në parti. LDK-ja ka qenë bashkë, duhet me qenë bashkë dhe me vazhdu bashkë. Kjo është ajo që ka duhet me ndodhë. Nuk është këtu për një person, nuk është as për mua, as për dikën tjetër, është për termen e vendit tonë, është për me mbrojt demokraci në këtë vend, pra me luftu autokracinë. Këto janë temat. Përgjigje konkrete spati për Lumir Abdigjikun që deklaroi se ai e bëri të famshëm. Në fakt unë e kam pru zotin Rama atëherë kur se ka njoft kërkosh. Ai ka bërë famshëm zoti Abdigjiku? Këtë mundin me vendos ju. Kurse në organizimin e gjëre gjatë, Rama foli për miqësinë me Shtetet e Bashkuara. Marrëdhënia midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë gjithmonë më shumë se politik, ka qenë gjithmonë për njerëzit që besojnë në liri, për njerëzit që besojnë në drejtësi dhe për njerëzit që besojnë se demokracia është më e fortë kur kombët qëndrojnë së bashku. Në vazhdën e këtij organizimi, majori i kryeqytetit nderoi edhe ish diplomatin amerikan Daniel Server me qelsin e qytetit. Server që mori qelsin e Prishtinës pati një përgjegjësi për gjithë Kosovën. Por duhet ju them se të gjithë jeni të vetëdijshëm që keni një krizë politike në Kosovë, se keni kaluar një vit e gjysmë në një situatë të vështirë ku institucionet tuaja nuk kanë funksionuar aq mirë sa mund të kishin funksionuar. Shpresoj që do ta kaloni këtë krizë. Nga komuna e Prishtinës u ndon mirënjohje edhe përmes të tjerë të Kosovës. Flasim tash për kryeministrin në detyrë Albin Kurti dhe hershin e tij Sar që pyetët për krijimin e institucioneve të reja. Njëjtë veproi edhe sot. Një dokumentar që rrëfen 20 vite histori. 2 dekadat e Inspektoratit të Policisë së Kosovës. Në këtë mënyrë u shënua përjetori i themelimit të IPK-s, ku ishin ftuar zyrtar e ish zyrtar të policisë, bashkëpunëtor, përfaqësues të shtetit e ndërkombëtar. Gati u fal për punën e suksesshme të tyre nga vetë kryeshefi i Inspektoratit Kushtrim Hodaj. Për gjatë këtyre 2 dekadave jemi angazhuar në trajtimin profesional të mirë ankesave të qytetarëve. Kemi zhvilluar hetimin penal dhe disiplinor dhe kemi dhënë mira rekomandime që kanë ndikuar drejt për drejt në përmirësimin e performancës profesorëve dhe menaxherale të Policisë së Kosovës. Këto, thatë se IPK i kreu me përgjegjësi ushtruesja e detyrës së presidentës Albudena Haxhiu. Një nga detyrat më të vështira që një shtet demokratik mund ta ndërtojë vetë pra brenda vetës, sepse është e thjeshtë të kërkosh përgjegjësi nga të tjerët, por është shumë e vështirë që shteti ta vendosë të njëjtin standard mbi vetë institucionet e tij. E sipas kryeministrit në detyrë Albin Kurtit, IPK e dëshmon me fakte suksesin. Për gjatë këtyre 20 viteve, Inspektorati Policor i Kosovës është konsoliduar si garanci e integritetit të Policisë së Kosovës dhe i zbatimit të ligjit në mënyrë të barabartë, pa dallim, që do të thotë pa diskriminim e pa favore. E as pas kësaj ngjarjeje, si rëndom Albin Kurti nuk pati kohë të ndajet për gazetarët, as kur pyetet për formimin e institucioneve. Këtu po japim fond për sot emisionit frontal, duke falendruar gjithmonë që qëndroni me televizionin të shtatë, duke kujtuar se në orën 19:30 është edicioni qendror i lajmeve.